Një sulm ajror izraelit në qytetin jugor të Khan Younis në Gaza ka vrarë udhëheqësin e lartë politik të Hamasit, Salah al-Bardawel, tha një zyrtar i Hamasit për BBC. Banorët lokal thanë se sulmi ajror vrau Bardawel, i konsideruar si udhëheqësi më i lartë politik i Hamasit dhe bashkëshortën e tij. Autoritetet shëndetësore në territorin palestinez të drejtuar nga Hamasi thanë se të paktën 18 persona ishin vrarë në Khan Younis dhe në jug në Rafah në mëngjesin e së dielës. Izraeli rifilloi sulmet e rënda mbi Gaza në fillim të kësaj jave duke i dhënë fund ndërpushimit që zgjati pothuaj 2 javë. Ai fajsoi Hamasin për refuzimin e një propozimi të ri të SBA për të zgjatur ndërpushimin. Hamasin nga ana tjetër akuzoi Izraelin për braktisjen e marrëveshjes fillestare të ndërmjetësuar nga Katari, Egjipti dhe SBA. Kjo marrëveshje parashikonte të rrëhiqjen e trupave izraelite dhe lirimin e mëvonshëm të pengjeve të burgosërve palestinez izraelit përveç negociatave për të dhënë fund luftës plotësisht dhe për të rindërtuar Gazën. Në një deklaratë të dielën Hamasi tha se Bardawel, 66 vjeç, ishte duke u falur së bashku me gruan e tij kur një raket izraelite goditi çadrën e tyre. Babai i 8 fëmijëve, Bardawel, ishte një nga figurat më të shuara politike të Hamasit. I lindur në kampin e refugjatëve Khan Younis, ai njihej si i afërt me liderin e Hamasit, Yahya Sinwar, dhe konsiderohej pjesë e gjeneratës së dytë të udhëheqjes së Hamasit pas themeluesve të lëvizjes. Ai drejtoi krahun politik të bllokut parlamentar të Hamasit dhe u rizgjot në biron politike të grupit në vitin 2021. Pas vrasjeve në Sinwar, Bardawel u konsiderua si lideri politik më i lartë i Hamasit. Sulmi ajror që vrau Bardawel ishte pjesë e një prej valeve më intensive të bombardimeve ajrore në Gazën Jugore që nga shembja e marrëveshjes së armpushimit të martën e kaluar.